مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم ما بعد مدورتي gjitha falënderimet përsëri i takojnë Allahu xhelle xhelaluhu. Gjitha lavdatat atij i drejtohemi me këto lavdata. Atij i qofshin fal. Atë falenderojmë nga zemra që na ka krijuar dhe na ka dhënë gjitha të mirat i madhi Zot. Atë falenderojmë ashtu se ka falenderuar ai veten e tij në Kur'anin famëlar në shumë ajete. Salavatet tona, selamet tona ja dërgojnë zotriu ton, të dashurit ton, liderit ton suprem Muhammedit alayhi salatu wassalam, shpëtimit të njerëzisë, shembulli dhe mostra e burrnisë dhe moralit të mirë dhe kodit etik moral hynor, shembulli të mirësisë, shembulli të mëshirës. Atij i drejtohemi me përzemërsisht dhe sinqerisht që Allahu xhaleshanu të na bashkë gjithëve në xhennet. Na mundsoj që nga dora e tij e bekuar me pi ujin e Kautherit, që kur e pim atë gotë ujë, kur s'kemi me të ndi të uritur dhe të heshtuar. Allahu na bëf nasib gjithëve ya rabbal alamin. O vëllezër të ndershëm, besimtar, o ju djem të ri, po vazhdojmë me kodin etik që e filluam në suratul Hujurat. E kemi edhe një sure tjetër në Kur'an, që është harta e muslimanit, quhet suratul Luqman. Do shta e keni dëgju zonin Hazreti Luqmani, suratul Luqman. Hazreti Luqmanin e ka përmendur Allahu xhaleshanu me një kaptin me 34 ajete, po që ka zbrit në Mekë. Po. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah. I kemi dhënë shumë dije dhe mençuri Luqmanit. Shumë dije dhe mençuri, Allahu po thot. Dhe falenderoj Zotin për këto të mira që ti ka dhënë ty, o pejgamber, o i mençur, o burr i mirë. Falenderoj Zotin. Këtu ka mësim edhe për neve në mënyrë indirekte, o musliman, o muslimane, çdo të mirë që ata ka fali madhi Zot, në shëndetin tënd, në familjen tënde, në jetën tënde, në karrierën tënde, në punën tënde, në mësimin tënd. Po falenderoj Allahun xhelle xhelalu. Njesh mirënjohës se këtë e ki nga i madhi Zot. Edhe dituria duhet me të bëj insan, me të bëj njeri, e jo me të arrit mendjen, e me të bëj runa Zot, jo insan. Prandaj, edhe nëse je i ditur, duhesh me falenderu Allahun për këtë dituri. Se dituria është rizk, o rizk, sikur se puna, sikur se rroga, sikur se shëndeti i mirë, sikur se familja e mirë me fëmijë, po jenë rizk pi Zotit. Prandaj edhe diturinë se ta ka dhënë madhe Zot shkollën, je bë inxhinier, je bë arkitekt, je bë profesor, je bë filozof, falendero Allahun dhe përdore këtë dituri për të mirë e jo për të keq. Numër 2, Allahu xhaleshanuhu thot përkujtone, o ju musliman, kur Luqmani, që ky burr i mequr, që ky pejgamber i tha djalit të tij, birit të tij, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ja bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. O biri im, pasi që Allah më ka dhënë dituri, e më ka bën shumë të ditur, po ki kujdes nga shirku, nga idhujtaria.
nga qaroditja. Mos e haro Allahun madhin Zot, se nëse e haron Allahun, e haron besimin dhe futesh në filozofina të ndryshme, sikur se që kemi sot disa profesorë, disa intelektual, jenë infektuar me filozofinë e Kantit, filozofinë e Hegelit, filozofinë e Nietzsches, filozofinë e Marxit, filozofinë e Aristotelit, e Platonit, e tjera, në vend se ata me qenë ma afër me njoft Zotin, ata përbën faktor destruktiv në shoqëritë tona, në për debate televizive, në Kosovë, në Maqedoni, edhe gjetiu, për jenë anti-islamist dhe për jenë kundër fese, kundër njerëzis. Kjo është shkatrim, kjo është humner, mjerim, vajhalli për ata, që fund do të pendohen për do të jetë vonë. Thot Lukmani djali ti, mos bën shirk, mos e rrit mendjen, mos e haro Allahun xhelle xhelaluhu, se shirki, po idhujtaria on zullum i madh, padrejtësi e madhe. Tani këtu kjo sure, shumë pika të shkurtëra, po dhe me në tregu relacionin prind-fëmi dhe fëmi-prind. Allahu Gjeleshanu ka thënë tani kështu: o djali mirë, tash baba pasi që po të këshillon tyje, me qenë buri mirë, djali mirë, mos e haro se prindi jytë, nëna jote, edhe baba jytë, sidomos nëna, po ka pas mundime të më dha në barkun e saj që të ka barë tyje 9 muaj ditë dhe të ka ushqyje me gjim, po plot 2 vite, ty do të thot me të shëndosh dhe ty me të vendosni me këmbët e tua në këtë jetë dhe me qenë ti ashtu si duhet. Mos e haro këtë mirësi të madhe që nëna ta ka dhënë. Wa wassayna al-insana bi walidayhi. I kemi këshilluar njeriu amanet pi Zotit, ki kujdes ndaj pleqve, kini kujdes ndaj prindërve. O ju djemtri, kush e ka babën dhe nanën gjallë për jush, shpejtoni me hinë gjennet prej këtyne dyrve që ka janë të hapura akoma si në mbyllë, s'kanë vdek ata dytë. Se pasi që vdesin, pak bëhet vonë dhe do të pendohen shumë. Prandaj nëse i ki 2 dyrë të gjennetit gjallë të hapura babën dhe nanën, aman sillu mirë me ta, t'jesh i mirësjellshëm me ta, t'jesh i mëshirshëm me ta, t'jesh i butë me ta, t'jesh i durueshëm me ta, se kur plakën, shtohen kërkesat, shtohen ankesat, shtohen kritikat, prandaj mos e haro këtë sa ata, kur ke qenë ti i vogël, ata tyje të kanë rrit dhe të kanë bajt barkë nëna jote, e prandaj tani duhet e mira mu këthy me të mirën. Si edukon Kurani fëmijën ndaj prindit, e jo prindin plakin nanën me qunë në shtëpi të pleqve, jo me qunë dhe me këthy shpinën nanës apo babës, dhe mos më interesu financiarisht për ta, mos më interesu materialisht për ta, dhe mos më interesu emocionalisht për ta. Kjo nuk është kodi i muslimanit, kjo nuk është etika e muslimanit. E Lukmani a.s. për të djalit, kini kujdes, mos bën shirk, mos bën zullum, dhe mos e haro babën dhe nanës, ata shumë kanë hek për tyje ti kur ke qenë i vogël. Po vazhdon Lukmani të i thënë djalit: o biri im, ja buneje, innaha in takun mithqala habatin min khardal. Ta kesh me dije, ditunia e Zotit është shumë e gjerë, shumë e hapur. Allahu din çdo gjë. Edhe sa kokra e grurit me qenë dikun terin më të madh, Allahu e di që këtë natë të tërshme është aty një kokër e grurit, është një kokër do thot e ribime, dhe i din me numër çdo bim dhe çdo gjethe, çdo lis dhe çdo krijesë. Dituria e Allahut asgjë nuk i shpëton. Lukmani i pyet djalit e tij: ja buneje, o djali im, o biri im, aqimi salat, wa'mur bil ma'ruf, falë namazin, gjithmonë fol fjalë të mira, t'jesh i mirësjellshëm me shoqërinë, t'jesh i mirësjellshëm dhe i butë me kolegët e tu, me vëllezërit e tu, me motrat e tua, me shokët e tu, me komunitetin tënd. Wa'mur bil ma'ruf, gjithmonë t'jesh i mirësjellshëm. Wasbir ala ma asabak, prandaj edhe bën sabër. Ndonjëherë jetat godet, vjen ndonjë goditje pi jetës, ndonjë sëmundje, ndonjë problem, ndonjë krizë, po diçka, bën sabër, se çështo e ka jeta. E prandaj mos u dorzo. Ti jesh burri mirë, të jesh djali mirë, të jesh i sinqert, të jesh gjithmonë me Allahun xheleshanu, të jesh produktiv. Po ndonjëherë nëse vin goditjet, tramet, baticat, zbaticat, po bën sabër. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmi al-umur, se me të vërtet kjo janë çështje shumë e rëndësishme që nuk bën mi harrua shoqëria. Pastaj Lukman alayhis salam pi thot djalit i tij: wala tusa'ir khaddaka lin-nas,
kesh kujdes nga mendja madhësia, mos e rrit mendjen, mos u trego dhe mos u bë arrogant, mos i shikon njerëzit me sy të keq, mos i shikon njerëzit dhe thot me mendje madhësie dhe me ofendime dhe me nënçmime dhe me përbuzje. Po, dhe mos ecë në mbi fytyrë të tokës në mënyrë do thotë që nuk i ka hije një muslimanit dhe një krijese, se për madhëri i takon Allahut madhëria. E ti edhe unë jemi të dobët, jemi krijesa të dobëta. Prandaj, ky kodi etik në suratul Luqman duhet të mësohet, përmendesh edhe në suratul Hujurat, të shkruhet me shkronja të arit dhe të mësohet në për shkolla dhe në për familje, në për qendra kulturore islame, që na ta respektojmë njëri tjetrin. Mos arrisim mendjen para njëri tjetrit. Po mbaron ajeti i suratul Luqman, po waghdud min sautik, ule zërin, mos e ngritni zanin. Kompleton suratul Luqman, po kompleton suratul Hujurat. Kurani është zinxhir, është brekulli, përsëri konfirmim në mos ngritjen e zanit. Tani zanin ndoshta dikush u ka ngrit me zë, mirë, po ka mundësi me makinë me ngrit zanin, po ka mundësi me motor me shqetësua publikun dhe fqinjet ku jeton në lagje se ku jeton. Prandaj nuk është kulturë e jona që as me makina, as me motora që i ngasin motorat, apo as me diçka tjetër me pengua dikon tjetër. Të t'jemi shembull në shoqëria islame për këtu në perëndim, edhe kudo që të shkojmë të jemi në rrugën e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. O vëllezër të ndershëm, Allahu ju boft juve dhe neve ashtu si ka qef i madh i Zot. Thuani amin. Allahu na bën prej shoqërive më të mira, familjet tona, fëmijët tan, nipat tona, por na i bën prej atyre burrave të mirë që i besojnë Allahut, nuk i bëjnë shirk Allahut, janë të sjellshëm ndaj familjes, janë të mirë sjellshëm ndaj shoqërisë dhe komunitetit. Allahu ju bekoft, Allahu ju nderoft për nderin dhe respektin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala. I drejtohemi Allahu Gjelle Gjelalu në këto momente të bereqetshme me zemra të sinqerta. Dita e gjuma është shumë dita e bereqetshme, shumë dita e bekuar. Është një moment, thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu përgjigjet lutjes së besimtarit. E dietarët islam, ulemaja, e kanë debatuar kur është ai moment, ai dakik ku bëhet duaja kabul. Disa kanë thënë kur hyp imami në hutbë, në minber, tu ligjërua. Disa kanë thënë tu fal namazin. Disa kanë thënë pasi të jep selam. Disa kanë thënë der gjep në kohën e ikindisë është ajo koha bereqetshme ku duaja bëhet kabul. Hajde pra të ngrejmë duart së bashku te Allahu xhaleshanu këto momente të bereqetshme dhe t'i lutemi atij me zemër, më na e pranu lutjet tona, më na e fal gabimet tona dhe prindërve tan. Amin ya rabbel alamin. O i madhi Zot, të lutemi me emrat e mirë çka i ke dhe me cilësitë tua të larta që vëllezërve tan dhe motrave tona tua falish gabimet e tyre, prindërve të tyre. O i madhi Zot, të lutemi me emrat e mirë çka i ke, që për hatër të Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe për hatër të Kur'anit të madhnueshëm, të na i pastrosh zemrat tona nga çdo veti e keqe, ya rabbel alamin. Të na bësh të sjellshëm, të edukueshëm, të vyeshëm, ya rabbel alamin. Runaj neve dhe vëllezërit tanë dhe motrat tona nga çdo sëmundje e keqe. Runaj neve dhe vëllezërit tanë dhe motrat tona nga shoqëria e keqe. Runaj vëllezërit tanë dhe këtë komunitet të bereqetshëm, ya rabbel alamin, nga çdo rrezik. Runaj neve dhe gjithë muslimanët e botës kudo që të jenë nga sherri i atyre armiqve të dinit islam që na i dim dhe nuk i dim, ya rabbel alamin. O Zot, bëna të vyeshëm në këtë vend, bëna shembull për të tjerët, bëna neve shkak dhe sebeb që të tjerët me pranu islamin, ya rabbel alamin. Bëna neve të vyeshëm që na me përsjell mesazhin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, mesazhin e Luqmanit alayhi salam. Bëna neve të bereqetshëm, ya rabbel alamin. Fjalën e fundit, ja Allah, na mundso që ta kemi me shahadet, me ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin, amin, ya rabbel alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير